Dritan Gjika, identifikuar si kreu i mafias shqiptare në Ekuador, u kap në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ministria e Brendshme e Ekuadorit njoftoi se i njohuri si Toni, apo edhe si Shqiptari, i cili është një nga personat më të shumë kërkuar për dosjen Pampa, akuzohet për drejtimin e një organizate kriminale që vepronte në Ekuador dhe Spanjë, që ka dërguar sasi të mëdha droge në vendet e Amerikës Qendrore dhe Evropës, si Holandë, Belgjikë dhe Spanjë. Kapja e bosit të drogës ishte rezultati një operacioni të përbashkët midis Ekuadorit, Spanjës dhe autoriteteve në vendin e lindjes së mesme. Gjika kishte 2 njoftime të kuqe të Interpolit për arrest të menjëhershëm për trafik droge në shkallë të gjerë dhe pastrim parash. Aktualisht Gjika po mbahet në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe sipas Ministrisë së Brendshme, procedurat e ekstradimit do të fillojnë shumë shpejt për ta dërguar në Ekuador. Gjika ka shkuar për herë të parë në Ekuador në vitin 2009 me një vizë të përkohshme. Ai shpejt u bë një nga kriminalët më të kërkuar të vendit. Për dosjen Pampa, gjykata dha dënimet për 14 të pandehur, të gjithë bashkëpunëtorë të 47 vjeçarit shqiptar. Vetë Gjika nuk mund të dënohej sepse ishte i arratisur nga drejtësia. Në Ekuador, ai jetoi një jetë luksi, pasi zotëronte disa kompani, makina të shtrenjta, mjete të blinduara dhe disa prona. Paratë e tij e lejuan që të krijonte lidhje me njerëz të rëndësishëm dhe zyrtar të lartë të shtetit. Ndërkohë ai drejtonte një strukturë që transportonte drogë nga Lugina Kauka në Kolumbi. Droga hynte në Ekuador nga toka dhe futej në qendrat e magazinimit, më pas transportohej në ferma dhe më pas në porte, ku futej në kontejner ose ngarkesa. Kompanitë në dukje ishin legjitime, por në fakt përdoreshin për të nxjerrë drogën nga vendi. Grupi u godit në vitin 2024 në kuadër të një operacioni që ushtri në Ekuador dhe në Spanjë. Në këtë operacion 30 persona u kapën në Guayas, Los Rios, Cotopaxi, Azuay, Santa Elena dhe El Oro. Të arrestuarit ishin shtetas me kombësi ekuadoriane, spanjolle, argentinase, kolumbiane dhe kineze. Policia zbuloi se organizata përdori disa individ dhe subjekte juridike për të blerë pasuri të ndryshme, të luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe automjete, duke pastruar një total prej $32 milion. Në Ekuador ata kishin 6 kompani dhe në Spanjë 4, me të cilat lehtësonin pastrimin e parave që vinin nga trafiku i drogës.